e kunata me të bia, dolën aty më goditën të dyja. Uran, dhe kësësh, 2-1. Dhe vjera pastaj, thashun, po ti më qatë do këtu, i thashun, ty dhe unë, ti ban pa me punë, me bi, ike dhe s'kan, asë nuk i kam parë më, të vërdam. Unë e kisha dëgjuar që kur ishja fëmi që bënte edhe magji kjo. Po nuk e dinja se ishte i biri kësaj. Dhe ndaj nuk donte mami, thoshte për çun merre, thoshte për atë mos shko, për 100 vjet mos shkonte. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Lidhen e sotme me live-in tim, ne do shkojmë në fshatin Tishnic, do lidhemi me një nënë e quhet Basrie, në fakt është nëna e 4 fëmijëve, të cilat i ka sjell nga 2 martesa. Martesa e parë ishte e dështuar dhe 2 fëmijët i rriti babai dhe nëna, zonja Basrie, vazhdoi jetën, u martua me një tjetër partner kur solli jetë 2 vajza, por fatkeqësisht partnerin e dytë e humbi nga kjo jetë nga një sëmundje e rëndë. Pas vdekjes së burrit, vjera, kunata dhe kunetrit e kanë punuar dhe e kanë tupuar nga shtëpia. Por çfarë ka ndodhur më pas, do të jetë pikërisht zonja Basrie, e cila do na i rrëfej ditën e sotme këtu në live me Odetën, historinë e jetës së saj. Basrie, përshëndetje nga Tirana. Po. Përshëndetje. Në fakt më ke telefonuar dhe kemi folur së bashku dhe më vjen keq për atë që ty të ka ndodhur. Ti ke humbur nga kjo jetë bashkëshorti. Po. Pas vdekjes së bashkëshortit, çfarë ndodhi me jetën tënde? Tani unë siç më dishim shoqë, kisha probleme me njerëzit e burrit. Dhe nga njerëzit e burrit më mbështetën tezët, 2 tezë dhe një gocë tezë, që ndenja gati 6 muaj atje te ajo. U largova nga shtëpia se kisha frikë që të rrinja në shtëpi. Siç më dënuan ato të dyja, dhe me bi, dhe kisha frikë që të rrinja këtu. Ndërkohë që kisha dhe çupën në shkollë, klasë 5. E shkëputa dhe çupën nga shkolla, një vinte në furgon, një vinte, po shumë e shkëputur, e ke parasysh. E dashu Basrie, para sa kohësh të ka ndruar jetë bashkëshorti? 2 vjet i bari në 19 shtator. I pa harruar qoftë. 2 vjet. Nga se ndroi jetë bashkëshorti? Nga një sëmundje të rëndë në mushkëri, me tumor. Sa vjeç ishte? 54. Sa fëmijë kishit bashk? Unë si fëmijë kam 4, po 2 kam nga martesa e parë, 2 kam me këtë. Me burrin. Gocën e kam, njëra 11 dhe njëra 5. Dhe çupa. Dhe pasi ti humbe nga kjo jetë bashkëshortin, partnerin e dytë, po më tregon që vjera dhe kunata nuk donin që ti të rrije në shtëpi? Po bre, ato nuk më morën se kisha 2 makina unë. Kisha një furgon dhe një makinë të vogël dhe kamionçin të vogël. Ata kamionçinën e mori kunati. Kurse furgonin e kisha në emrin të vllajt sa Natashite. Dhe unë më erdhi si inat se e mori pa pyetur, pastaj erdhi më mirë në telefon se unë ndërkohë im shoq kishin dritaret siç ishin që në kohën e Enverit, do ndronja dritaret, se i blevi im shoq dhe si arriti t'i dhënë. Se u bëm 40 atë tim shoqi, dhe unë ka marrë një ustan në shtëpi që të më vinte dritaret. Dhe kjo më merr në telefon që pse ke futur ustallarët në shtëpi. Por çfarë i duhesh atij? Tash unë nuk i lë fëmijët në shi në borën e erë, se këtu ç'vinte jashtë, hynte brenda, e ke parasysh. E thash unë, po ty çfarë të prish ty se çfarë bëj unë? Po jo, tha, nuk lejohet që ti të futesh ustallar pa mbushur vitin, nuk duhen të bësh punime në shtëpi. E ke parasysh? Pastaj del se këtë shtëpinë që ka bler im shoq nuk e ka me letra. Thjesht sa e ka bler, i ka dhënë lekët atij dhe është me letrat atij që ka pas. Dhe këta veni thonë atij të shtëpisë që shtëpinë ai neve, jo asaja. Vete kunati, virri, kunata, ato një përmbesa që kishte im shoq. Dhe më thot kjo e zonjë e shtëpisë mua, thot mua më gjiti Belaja, thot. Po s'di nga mbaj, thot, po shko njerë, denoncoj në polici, më thot, kjo. E ta shumë Unë shpine kam qitë njerë, qa shpije kërkojnë ata?
Megjithatë, u vete në polici, i them policave kështu, ndërkohë sa më mori dhe kunati makinën, i them unë që ata makinën ma mori, tani po marrin shtëpinë, te toka s'mëlinin, te korja që të bëja dru s'mëlinin, dhe pastaj kunati ma ktheu makinën pastaj. Kurse te tokat nuk më lanë me ata. E dashu Basrie, e gjithë kjo që po më tregon është një skandal, do me thënë se si njerëzit e burrit tënd pas vdekjes u sollën në këtë lloj forme me ty dhe nuk të lanë as jetojë në shtëpinë tënde, po doni të merrni dhe pronën. Pse e bën këtë gjë? Të 40-at, atë ditë që kam pas 40-at, kam marrë policinë në telefon, që kanë ndenjur këtu vërdall. Po. Se në të 7-at klisi një sherrë me njëri me tjetrin, ato niprit e bashkëshortit që ndroi jetë, filluan sherrë me tezet, me ato se nga që ndolën krah tezet, dhe atyre që çfarë të duhet ty që u delën krah kësaj, ti se ke gjatë këta, ne e kemi. E ke parasysh se ata mbronin drejtësinë, dhe që kështu është e drejtë. Atë ditë të 7-ave këto kërkonin rrobat e Tim Shoqi. Donin rrobat, e ke parasysh që kishte veshur. Edhe unë siç u lan rrobat, unë i zgjodha rrobat për shembull. Ato që ishin për të hedhur do i hidhja, ato që ishin për mbajtur do i marrë, mua nuk mundin punë. Edhe do të vandanja, e ke parasysh. Po si më kërkuan në atë mënyrë që i binin tavolinën sot sillesh rrobat të ska, dhe unë nuk vallash rrobat fare. Ato që kisha për të hedhur këto thash unë fini. Nëse aty e utroqëm neve se do kishte filluar një sherrë zbora shamat. Asa të tezët i dhash përtonin, dhe se asa i morja i kunati tha, po nuk është turp sa të zilemi, tha, për robat. Për robat e një person. Ne na i kusyri, tha, për robat për... Që kështë të dheshur, dhe, ke për të të ziesh për robat e një personi që ka vdekur dhe mbi të gjitha në të 7-ta dhe në 40-tat që përkujtohen dhe njerëzit mblidhen, ju bëni të sherrë. E turpshme nga ana e tyre. Në të 7-tat bën sherrë kot-skoti, dhe se si që ndonë në gjatë ditë e bën sherrë dhe këta që ishte gjenazja këtu, i me vjerë kunati, e ke parasysh gjatë ditë e filluar. Por për çfarë nisi sherrri, e dashur Basrie? Do të thënë ata nuk kishin dhimbjen, ndërkohë ky ishte në spitalin shoq, unë kisha çup në vogël, sa e kisha 3 vjeçë. Po. Sa është truar 8 ditë në një spital, unë nuk njerë vajta dhe një dhe se nuk kisha qupën e kisha, këte kishin dhe lopën, si në shatë, dhe ke parasysh pullat ato, kishin për shtjellë tjera, dhe ajo kunata nga ti më sajtë se rri unë, se ajo ishte në qytetë, dhe kom s'jellë këto s'jellë ato, nese, bile s'desha që të vinë një fare ato kunata s'donë, po, pastaj foli vetim shoq, tha po s'ka lezet, tha mos vinë, tha unë kalova 10 vjetë, tha me ta, kam 2 fëmijë, si mos vinë. Nëse vajta një soferun, dhe një ofti, që një orë, dhe një ika, dhe se ku jemi ne, ku është Tirana, çupën e kisha në shtëpi. Dhe shti një si se betë që gjëja ishja unë shkaktare që vdiqe ai. Nuk e ushqenja, ke parasysh? Po, pa lidhja. Gjera koti, të bjesh mbrapa është turp, po. E dashur Basrie, se sinqerisht po më shokon me gjithë që po më tregon dhe më vjen keq për çfarë të ka ndodhur. Të humbi djali i shtëpisë, të ndroj jetë dhe nëna të zihet me nusen, t'i kërkoj rrobat e djalit, të kërkoj ta dëboj nga shtëpia, mbesat e veta, kjo është absurde. Por pasi e përcollët në banesën e fundit të ndjerin, çfarë ndodhi më pas? Se ishit në zi. Të ne e përcollëm ne ato s'ndej një virra fare as njëri këtu, veç 2 tezët në një. Dhe një burri tezës atyre. Atë ditë që ashtu në për 7-tat erdhën, bën 7-tat, lavën rrobat, 40-tat u ndan rrobat, siç të tregova. Kalova 40-tat dola se kisha mbledhur kumblat në fshat dhe për të zirë rakinën, ati filloi sherrri pastaj me kunatën për një fuqi. Ndërkohë kunata rrinte në qytet, unë në fshat, dhe ati vendi ku zjenim rakinë, ta nuk më lanë mua, po unë kisha një kasos derrash, që mbanim derra dhe ati kam zirë rakinë. Po. Aty
Aty filloi sherri, pastaj shtolla misrin, ato fasulet, biles, patatet, nuk i mora të tëra se patatet ishin mbjellë te toka e vjerrës ajo. Thoshte nuk e punoi dot, punojeni juve. Ndërkohë kur vajta që ti shkullja, gjysmat i mora, gjysmat ajo mi përzuri ata që mora dhe argatët. Punëtorët. Që i shkulli me kuaj. Punëtorët i përzuri dhe s'vajta më pastaj. Se im shoq mirë me dru, për të nxirë ato dru që m'ngelen se ndueshin për ndimër, sa do ishisja se ndueshin lekët. Ato u dolën punëtorëve me gur, me dru, mi përzun. Pastaj këta punëtorë më marrin telefon se hajde me rëbezinën, sa se kështu, pastaj kunata me të bien, dolën aty më goditën të dyja. U rande, e kësysh, 2-1. Të mërshme. Pastaj quam çështje në gjyq dhe gjyqi më la mua si përfundim 2 vit me detyrim paraqitje. Që unë isha 1, ato ishin 2. Isha unë fajtore. Pra, ato të dhunuan dhe në një farë mënyre ishe ti ajo që more dënimin nga gjykata 2 vite me detyrim paraqitje. Po, ajo e mori për 6 muaj, ajo kunata, kurse unë për 2 vjet. E dashu Basrie, të bëj një pyetje? Po. Kur burrin e kishe gjallë, kështu silleshin ato me ty? Silleshin, nuk kishim shumë marrëdhënie vjerra, kurse to kunatat ishin të ndara, po. Jo se silleshin mirë, nuk silleshin mirë, dhe kur ishte ai gjallë. Por Biles vjerra i thoshte, për ato herë për zere thoshte, se mbaj unë çupën, që kur kisha atë të madhe, pastaj bëra edhe të dytën njëjta, për zere. Se ne ishim të ndarë, nuk isha me të, e këtë asur i kishim shpin veç. Ajo i fuste undër. pse nuk të ka dashur si nuse? Fillimisht të ndeshën. Fillimisht. Po? Këtu si shtash që është një fondacion, e kisha çupën 2 vjet dhe unë kërkova një vend pune këtu, që të hyja në punë. Dhe këta nuk më lanë, që të hyja në punë, dhe vjerra. Po, e kuptoj. Se ti ke çupën, ti ke punë. Po, ndërkohë kjo puna ishte një ditë po një ditë jo, do rrinje në shtëpi, një ditë ishe në punë. Po puna ndërkohë është 24 orë. Dhe këta nuk më lanë, biles ata i thash unë të takova atë drejtorin, shefin dhe që ishte, Po. rënë dakord kurse im shoqë me vjetën dhe një thonë mos e fut në punë ata. Se ata kishin fitimet e tyre, se unë kur isha pa ashtu i ndihmonja të punën dhe u prishte interesi. Tu zumë neve pastaj dhe unë që nuk pastaj s'kishim marrëdhënie të mira. Tek vendi punë. Sa vite u bëre nuse në këtë familje? Po tani neve unë isha nga një martesë e dytë, dhe im shoq ishte martesë e dytë. Ai kishte 2 fëmijë, unë kisha 2 fëmijë. Ndërkohë fëmijët e atij ai kishte e shoqja. Fëmijët e mi një kishte im shoq. Ne s'kishim asnjëri fëmijë. A, 2 fëmijë nga martesa e parë i mban burri jot. Po, dhe ky kishte 2 fëmijë i mante gruaja e tij, dhe ne s'kishim fëmijë. Dhe lindëm njerë dhe një çupë. Pastaj pa dashje u ngelen prapë shtatzane, ajo vjerra që doni, që bani, ju s'kini si t'ju shjeni një, a këtu filluan ato. Konfliktet në familjen tuaj. Se neve këtu jetojnë pallat. Po? Si unë dhe i me vjerë, janë 3 pallate, ajo jeton të pallati poshtë, unë jam të ky, dhe toka ti kemi 15 minuta larg, ati kishim një kasollën, që mbanim lopët, baktit. Edhe thoshte ajo, që tani fëmijët kush do vinë ta shikojnë lopën, kush do vinë delen. Unë i thosha burrit shiti, se unë nuk ka mundësi që të vi. Dhe ata janë prej që u bjem qaf kohë. Dhe këtu fillon të sherri kur unë ndërkohë s'kisha mundësi që të vi të shti një lopës, apo tamilja, apo ilëshonja. E kuptova Zënë qartë. koti. E kuptova qartë. Ati kur ishtim pastaj, ati vinin e kishim një dhomë, ajo ishte e prishur, ku ta mbanja unë fëmijën ati që të rria. E s'kishte edhe banjo, unë kërkova një bënja banjo, a thoshte, që do banjo, thoshte këtu ti, shko bëje në shtëpi. Qa ke për bërë nevojat? Dhe sot, e kësaj dite nuk ekziston një banjo ati, dhe ata ati rrinë, kanë në qurë dhe nuk ka një banjo. Këtu filluan se kërkonja unë banjo, apo se kërkonja të rregullon një dhomë. Ne ati rrini, neve shpinë e kishim hotel, veç në darë këtë vini, iknim në gjesë dhe vini në darë. Edhe bukur e mirim nga shtëpia, kur do në hanim, si për e qeni dhe ati me një kasonë me një dhomë shkatruar. Është e kuptueshme. Thjesht fakti pse ti kërkove disa kushte më të mira se ç'ishin,
dhe janë minimale ato që ke kërkuar ti, nisën konfliktet me vjerën. E dashur Basrie. Me kota është se im shoq punon të usta. Që i bën të vetë. Im shoq. Punon të vetë, dhe ajo nuk e lindë të bën të një banjo. Se kishte e kam tokën e nënës, nuk bëj banjo, ndyret vendi, bazen e ke parasysh si. Në fshat. E dashur Basrie, si e njohur ti me të ndjerin? Ka qenë një histori dashurie me sy të dyve apo me mblesëri? Jo, ky nga punon të usta ka bërë babi shtëpi, punon të ke babi im. E kuptova. Ka bërë shtëpi dhe. Po? Usta bashkë me dhëndrin, që ndërkohë kur kanë bërë shtëpi të mami, unë ku ishe e martuar 6 vjet nuk kisha kepini se nuk më linte im shoq. Nuk e kisha parë ndonjëherë deri këtë. Dhe njerëzit thonë jo pa e pati, pa e lagruan. As ai nuk e dinte se babi kishte një çuk, apo 2 sa kishte, se sa fëmijë, se nga një fshat tjetër, se unë më martova shpejt, që në 2000. Po. Dhe mami e njifte dhe babi, ato dhe ishën mami me babi. Kjo nda, sa është njeri u mirë. Po mami më fakt nga ta mua që si e qerem, shko. Po për atë, si vjerë që është për 100 vjetë mos shko. Po tash unë është i madhe, është i ndarë, nuk më lidh puna, dhe e ke parasysh, se nuk e dinja unë si i kishin tokat, apo si i kishin ato të tyret. E dashur Basrie, por në momentin që nisën këto konflikte me vjerën tënde, e cila mënyrën se si ti po e përshkruan, ka qenë një grua jo e mirë, nuk është sjell mirë me ty, po i ndjeri në ato kohë, nuk fliste me ti Jo një grua e mirë, se të ndërpres, po ajo, unë e kisha dëgjuar që kur ishja fëmijë që bënte edhe magji kjo. Po nuk e dinja se ishte i biri kësaj. Dhe ndaj nuk donte mami, thoshte për çun derë, thoshte për atë mos shko, për 100 vjet mos shkonte. Bashkë, jo mbaj, po edhe sot to njerëzit që ajo bën magji. Edhe ndërkohë kur erdhët atu fillimisht nuk kisha asgjë në shtëpi, fare. Ne nisëm nga aja se ky i kishte çuar gjërat tëra në qytet, në Pogradet. Asnjë gjë s'kishte këtu, veç një tigan, një tepsi dhe 5 lugë, 3 pjata. Nuk kishte asgjë fare, veç e murët ishte një bufe e vjetër. Dhe një 2 divan që në kohë, nuk e di që ku kishin ata. Dhe kur ashtu këtu, kjo kishte terra se ishte lënë jam, dhe unë i kërkoja një tepsi ose një tigan, e thoshte i kam të nënës, nuk i jap. Se s'kishin puna, as ai, as njeri. Pastaj kë vajti një 2 herë në Greqi, nga 3 muaj. Dhe që më mori, ka marrë për në Greqi, jo se do rinja këtu ku jam sot. Ku më mori. Aja që sa më mori jam martuar në gusht, në datë 18 gusht, të 2011-ës, ka marrë këtu. Dhe thake unë do ikim në Greqi, do punoj në Greqi që më gënjeu dhe ke parasysh. Ndërkohë më morin 18 për 3-4 ditë, kam vajtur, kam mbyllur pasaportën. Me vjerrin, se ky nuk shkonte do në Pogradet, se kishte frikë nga njerëzit e grua se i kishin kërcënuar ato. Gruaja e parë. Gruaja e parë ishte kërcënuar dhe ky nuk shkonte vetë në Pogradet, fare. Me vjerrin nuk kam vajtur, kam bërë pasaportën, ky iku në Greqi. Punovi 3 muaj se ishte, unë qëllova që ngila shtatzane, nga çupër dhe sot e asaj dite unë nuk e kam shkelur kufin që kaloj dogan në pasaportë ime është pavulosur. Pra të premtoi i ndjeri. Kur fillon që zgjershim kështu dhe unë i thosha atij shoqë bilet kur se lopën e vjerra na e dha. Unë i thosha atij mos e merr se unë nuk ja bëj dot shërbimin. Ti nuk më ke marrë mua për këtu, më ke marrë për Greqi. Ktu fillonin që zgjershim neve, i fuste edhe unë do ti me vjerr. Kur do Greqi thoshte kjo çoje te nona ti ku e more. I thoshte tim shoqi. E kuptoj qartë dashur Basrie që i ndjeri në një farë mënyre të gënjeu, të tha që do jetojmë në Greqi, por ti nuk shkove asnjëherë dhe kështu nisën konfliktet me vjerrën tënde dhe bëre një jetë jo të lumtur. Prej 2011-ës që u martove dhe solle edhe në jetë 2 fëmijë. Por me fëmijët, si sillet vjera me 2 mbesat? Se me djalin e saj i ke sjell në jetë.
Fëmijët ajo thot unë nuk i le që ti takojnë. Fëmija im, qupa ime, kur takon ti me virë, nuk e di se çfarë i bën, ajo nuk hy në shtëpi. Mu shëndendja, fëmijët e mi nuk rrinë në shtëpi. Se çfarë i bën, ajo nuk e di. Ajo kur dishim shoq që më kujtohet dhe sot, e vogla i qante, i ushte të banku, e kujtohet të e friste. Kurse e marja, a di që erdi, se e qova të një largova nga këtu, erdi ishim të njerëzit dhe pysa, mami, të janë gjithë këta njerëz? Që asa i këshin thënë jashtë, që këshu dhe mendoshe dhe i tjerë që këshin ato lotët këtu. Që kishte shumë marrëdhënie me tjatin, e pa që u smur dhe nuk përja froshe, vetë kur edhe kujtohet ajo s'kem dhe i me kur e shoh derën, qupën. Kur e ndërko ishte këtu në mes vendit, qupa vetëm qante dhe mendoshe, mami, se janë gjithë ta njerëz që ndërko asa i këshin thënë. Kurse në gjonë të të vjerë atë dhe gjyshen që thoshte kjo është fajtore që më thriste mua loje së lafësh, edhe ajo nuk i do, qupa nuk i duan. Bileza e vogla thot është shtriga ajo, i thot njerëzve. Kurse kjo marrja një 2-3 herë e ka takuar kështu, si fshehurëzi, kur iki unë, asa jo s'do po. Unë kur ikja që kisha hallet e mia, se si qtash në përgjyqjen e për ato, edhe e linjat e një komshi këtu. Edhe i komshia e mjetën telefon dhe vinte të takon, ndërkohë kjo nuk donte që ti dilte të takonte. E kuptoj. Nuk e donte, ke pasur po. E thrisni ato që nga ajo që sa do i thoshin takoj, se kështu, po jo se ta që ti duan, jo. Që të kenë madh, jo. Dhe mbjen keq që nga kjo lloj marrëdhënie. E dashu Basrie, ndalemi pak, pasi burri juaj ndroi jetë, ti e përcolle në banesën e fundit, Vjera kërkoi që ti të dilje nga shtëpia. Ti ike nga kjo shtëpi? Se sot je kthyer, je aty, po ke ikur në atë kohë nga shtëpia. Unë atë kohë u largova për arsye se dhe kisha frikë dhe të rrinja në shtëpi. Me 2 vajzat e vogla. Kisha shumë frikë. Me 2 çupa morën të merë, nuk rrinin dhe ato në shtëpi. Ndërkohë na mbështeti ajo goca tezës burri. Po. Ta tinde një 6 muaj. Kur dëgjonin se unë kisha çelësat e një komshie këtu, se iku në Greqi dhe më la çelësat. Një venese këtu, se palla. Dhe kjo komshia më merr në telefon, thot, do e lëshoj, thot, shpinë me qëra, thot, po. Dhe ma ka dhe në tyre Gjermanve, ajo e vogla sa e mori vesh që, po mami, pse kush do të na e marri shpinë edhe qante? Kujtonte se do i mirë një shpinë. E kuptoj. Tash mami, jo më mami, se shtëpia jonë, jo shtëpia jonë nga po te Tarita, thash unë, do ja japin Gjermanëve, thonë. Qami dhe fëmija e vogla, thoshte mami, kush do na e marri shpinën e nëna? Edhe morën dhe të merr fëmijët, dhe unë pastaj dhe kjo goca e tezës, po vajti, pas 6 muaj nuk ja e poshtë, pastaj më tha ajo, ti sa vërtet sa i diçta po ti martoj, më tha. Shiko hallin, nuk rries, thot vetëm me 2 çupa. Sa do mbaj, thot, u ktheva këtu, si më thoshte kjo çupetezë që martoju, biles desh më bënte një te atysh, unë pastaj ati më mërzita se 1-2 ai më dilte. Po ti thoshte se që nuk çalli ka mund çall ka ai apo ti. Ndërkohë pastaj erdha në shtëpi unë. Kërkohë këtu, si shtash kemi një fondacion gjermanësh, vinë kë Gjermani, ato gjithë bën 1 lekë dhe kërkoshe një vend pune, ishte një lirë, një vend pune, sa u larguajnë. Dhe vete kërkoj këtë vendin e punës, se në që shumë, e dini në allin tim patas shumë, dhe ai Gjermani mua më tha që ne nuk fusim do në punë, se ti nuk ke ku le fëmijët. Se një natë do frinja ati, një natë do frinja në shtëpi. A, e qartë, ishte një punë. Në tërkohë që unë fëmijët i kuta të regjistruar ati, që kur më smurim shoqë, i futa, i kisha të regjistruar. Ta ne nuk fusim do në punë për arsye se ti s'ke ku t'ja le fëmijët, i vej. Po ne do t'japim një asistencë ta 70.000 lekë. Një vit, sa. Mas një viti za kismet, sa mund fusim në punë dhe çupa të rritën. Ndërkohë, kur ishte im shoq, ishte tregtar im shoq, kishte një furgon, shiste. Dhe unë kisha shumë mall që më ngelit ajo shtëpia si shtash. Po nga që u shkëputa unika, unë vëllë
ato puna, se unë nuk rria atu. Të shtëpi ma mori kjo dhe unë s'kisha kuta shumë madhin, pastaj kisha një magazin aty, grumbullon aty, pastaj ka marrë një godin me qëra, 50.000 lekë në muaj, që shes. Ushqime gjëra, po këtu 30 familje janë, këtu janë 3 dyqane. E kuptova. E dashu Basrie. Që nuk ngelet gjë. E qartë. E dashu Basrie, të lutem, dua të kuptoj qartë, në momentin që ti u ktheve te shtëpia e burrit, qëndrove tek vajza e tezes, ajo të mbajti dhe më pas u ktheve te shtëpia dhe aktualisht jeton te shtëpia e burrit tënd. Pate më konflikte me vjerrën, me kunetrit, kunatat? Po, këtu do të dilja, ndërkohë dhe një muaj do mbushte vitin burri, unë u martova dhe Bilesja martuar me burri pare kishte qunë xhaxhaj, kurse ky e ka qunë teze. Burri i tretë që ke marrë është kushuri me burrin e parë? Burri i parë këtë i kishte qunë xhaxhaj. Burri i parë. Kurse ky i dyti e ka qunë teze dhe kushurin po të parë, po njëri nga babai, një pe teze, një pe xhaxhaj. Tani që ta kuptoj qartë unë, e dashur Basrie, që ta kuptoj qartë. Të 3 burrat që ke pasur janë kushurimi njëri tjetri? Kushurin parë. Qunin e xhaxhajt burrit. E qartë. Dhe ç'a ndodhi më pas? Ti aktualisht me burrin e tretë jeton? Po, unë se dha i s'kishte e prindër, vëllezërit i kishte në Greqi, fëmijën gruan e ndarë, ishte me arrest shtëpie ndërkohë kur lidhet me mua. Po. Nuk e di nga unë dhe me arrest shtëpie. Edhe si ashtu unë po ta vajtur një 2 herë atje, pastaj edhe ai s'kishte të ardhur as ne as unë, pastaj unë i thash hajde te shtëpia ime, që kishim të dyqanin, më thash unë e ngrem, e furnizojmë dhe mbushim. Dhe e ka marrë këtu unë, por një muaj para se bënte vitin im shoq. Ndërkohë unë bëra pllakat, më ndihmoi ky burri dhe që vam të mi bëm pllakat, si që të bëni më deti. Vemi këto ne që bëjmë pllakat të gjitha detet dhe vim makina dhe që si materialet, vemi në Varreza na del vjerra me gjithë kunatën, nuk na lënë që ta bëjmë varrin. Se bëjmë si përfundim, marrë dhe policinë telefon, policia asgjë, këta tani kur me çunin e burrit, nuk ishin edhe si lloj marrëdhënie, sa isha unë në stu 10 vjet, unë fëmijët e tia nuk i pash ndonjëherë. Po. Pare, dhe atë ditë që në gjenaza erdhi çupa këta e përzurë dhe nuk i njihja unë fëmijët. Pare. Duke tonin në fëmijët asnjëri. Atë ditë që ashtu këta pajtojnë, marrin çunin që se ta bëjnë ajo varrin, pa hajde bëje ti. E kuptova. Që në kohë pllakat i kisha. Pllakat i pata një muaj aty. Nuk më lanë ata t'i bëja, si përfundimi i berën ato, pllakat po i ktheva prapë. Kurse ato kornizën e fotografisë erdhi e mori i biri. Edhe thot, se nga e thovi nuk e di. E dashu Basrie, vjera, le të themi, ish vjera, u mërzit dhe u bë keq kur ti fute burrin e tretë në shtëpi? Po ata e kishin këto zankat, që më përpara. Edhe pse mora nga unë burrin, tani që u martova, nuk po bëjmë në shamat ata. Janë trequr. Që s'po më ngasin. U tërhoqën se bilesa ajo punata ishte në Zvicër nga ishte, e mori vesh që u martova unë dhe e vjen përpara shtëpi pallatit. Ndërkohë neve vemi se kishim në makinë të vogël, marrim furnizimin në Prenjes, vim vonë, ai fal dhe namazet 5 vakte. Dhe unë gjithë lartë, falësh edhe. Ndërkohë rinja poshtë, duke shkarkuar duke shu, ky doli, zbriti po, se kam ka 2 detyrje, dhe qupat i përkran shumë dhe e duan, dhe qupat dhe këtë po për këdhel të fëmijë, ti kishte dorën qafë qupës madhe, këtë voglën këte, dhe po, vinin ke dyqani dhe. Këta unë i pash vjerën me gjithë kunatë, po ishte natë, erë. Po dhe i qik me lartë që mos dukshi nga drita, se ka drita të lati. Ma në fakt më dogji i qik se i pash drita dhe dyshova dhe shumë. I pyta këta fëmijë që kush ishte, s'më treguan. Se nuk e pash vetë, se unë nga që shkarkoja mami dhe fut zjerë dyrë, dilë se pash.
I më shoq të vinë sa të kalojnë gjatën, se kështu në ndanë me gjatja e pallatit me dyqarin. Vjen kjo kunata, një shkop ndonë, thot, çfarë do ti të shpje vllajtim dhe i godet këtë be, burrin. Burrin tënd. Po, ky thashun, po ju e kush se ishin dhe çupa të meruan, ky një ta kapur këte për shoku e syve asaj kunatës. Fate. Dhe vjera pastaj, thashun, po ti më çfarë do këtu, i thashun, ty hyra dhe unë, ti ban me punë, me bi, ike dhe s'kan, as nuk i kam parë më këtë vërdall. As nuk kalojnë. Ti qesh, por është serioze kjo gjë? Nuk është serioze. Po kështu e bërën ato dhe kjo mua kunata se ndërkohë ne ishim proces gjyqësor të dyja. Kjo tha me ty, unë nuk kam punë, më tha mua ajo kunata. Po pse më ndel mua ajo shumë rrave, thash unë ti vete dyta atje. S'ka ardhur me ato. E dashur Basrie, prej asaj nate që jeni goditur me njëra tjetrën, ato nuk kanë ardhur më të shqetësojnë. Jo. Le të themi që tani je shqetësuar, jeton me burrin tënd dhe me 2 vajzat. Po. E dashur Basrie, por dua të të pyes, por kontakte me 2 fëmijët nga martesa e parë ke? Po unë kam patur dhe i kam dhënie. Djalin e ka në Greqi kurse çupa vazhdon shkollën në Tiranë në vitin e 3 për infirmierit përgjithshme. Janë të rritur. Janë të rritur. Janë të rritur ato. Milesë çunin unë këtu e pata 3 muaj, se ai që në Gjermani erdhi ndaj një 3 muaj pas ai ku Greqi te jati. Tani do vi, tha, kur fola unë gjimroma, sa do vi, sa do bëj letra. Por kontaktet me 2 motrat e vogla i kanë të mira, besoj. Si vajza dhe djali nga martesa e parë. Jo, nuk, pasaj çupa e madhe e ka marrë këtë të madhen, këta 11 vjeçën dhe e pati aty në Gramsh. Që kjo? Në Bear, në 1-2 javë, 3 javë mbajti atje. Më vjen mirë që fëmijët janë bashkë, kjo është shumë e rëndësishme. E dashur Basrie, të paktën le të themi je qetësuar, nuk ke më konflikte, jeton me partnerin tënd të ri, ke nisur një jetë së re. Po këtë e ashtu, po tani kam këto probleme për shembull të shtëpinë tek shef me letra. Kurse tokën unë nuk veteva aty, sa erdhi ai çuni i burrit e thurit dhe nuk dua që të krijoj edhe konflikte, s'dua që t'i kem edhe ta gjyq çfarë do fitojnë ato 200 metra tonë. Jam të rrequr nga ajo pjesë. Tokat ka ardhur i ka marrë djali i bashkëshortit të ndjerit. Po, i thuri ai ato dhe unë nuk, jo se nuk ashtu, se nuk dua që ta hap konflikte, po atë pjesën e çupave unë nuk e lë. Po do ta vëjnë çik Terezit që thesi çik shtëpinë me letra. Më duhet edhe lekë, s'kam vend pune në pasur se duhet lekë që të vish vërdall. Se është pjesë e çupave. E qartë, por e dashur Basrie, në atë shtëpi që jeton ti, që është në emrin e burrit, kanë pjesë dhe 2 fëmijët e tij nga martesa e parë. Nuk është në emrin e burrit kjo fare. A kjo shtëpi 1 milion lekë është bler pa 27-28 vjet. Është pa letra. Më tregove që është pa letra. Pa letra, kjo quhet as për njerin. Sot kot them që jam në shtëpi time, por nuk është e imja. Kur ta bëj me letra, mund të jetë e imja. Por pse si ke bërë procedurat e letrave me pronaren e shtëpisë? Nuk i kam bërë për arsye se duhen lekë, duheshin gati 3 milion lekë që ti ishin fuqin në përbangët. E zonja e shtëpisë më ka thënë që nga ana ime nuk ke pengesë, kur duash, hajde që ti bëjmë. Por nuk kam lekë. E ke për... E qartë, po ta jap si këshill. Ta jap si këshill që ato lekë ti grumbullosh sa më shpejt dhe ti bësh procedurat, ti bësh letra dhe të kesh një certifikat pronësie. Këtë doja unë të kisha një vend pune, po të kisha vend pune mund të rriqa 2-3 milion lekë, mund t'i mirja kredi dhe do punoja e qlujen, se shumë s'marrë do t'as kredi, se ku do bazohen. E qartë, por pse nuk e gjetur një vend pune aty ku jeton? Tani doja dilja këtu, të kjo vendi punës që
ti ke patur Eriseldën dhe Brianin të kujtohet? Po. Këtu jetojnë. Në këtë pallat. Këtu u largua njëra, është një vend pune. Janë 3 vende pune. Se këtu kanë punuar si familje këta. Ishte Jati, i Biri, Halla. E dashur, Basri që ta kuptoj qartë. Për çfarë vendi pune bëhet fjalë dhe në çfarë vendi konkretisht? Në Bishnic ku ndodhen. Po për çfarë vendi? Ky pallati që jam unë është një fondacion gjerman, është Diakonia, Albania. Dhe ti kërkon të futesh sërish të punosh te kjo kompani gjermane. Po, te kjo se unë e kam afër këtu. Ndërkohë kur doja dilja unë që te kjo vendi punës që e kërkova atëherë, këta futën një grua që i kishte fëmijë në Angli, grua 55 vjeç, që ndërkohë unë isha më nevojtare që të rris 2 fëmijë. Kjo është vetë burrë e grua. E kuptoj. Fëmijët i kanë në Angli. Në ato kohë ti fëmijët nuk ishe ku ti lije. Sot ke ku ti lësh fëmijët se je martuar dhe ke partnerin. Dhe ti dëshiron të futesh të punosh te kjo kompani gjermane. Po, te kjo punë. Tani unë se këtu janë 2 vende pune, kërkoj dhe shofer. Këta, edhe një sanitare, se sanitare që punë ta. Po. 3 vende pune janë, se duhet dhe njëri që furnizohen për shembull me drusë, ka kaldaret, stufa. Po s'ke shkuar ti? Basri, njëri shofer, njëri me drut dhe një sanitare. Po pse s'ke shkuar vetë? Është dhe një vend pune, bosh. Pse nuk e shkuar vetë të trokasësh dhe ta kërkosh atë vend pune? Drejtorisha që ashtu rrinë në Tiranë, vinë këtu, për shembull, ti thuaj do bëj një takim, po thotë çik më vonë. Pastaj ikën. E dashur Basrie, unë e kuptova qartë që ti kërkon të futesh te kjo kompani dhe ky ishte shkaku që edhe më telefonove që të hyj unë si ndërmjetëse. Ky ishte qëllimi. Jam sakt? Meqenëse që ti ajo pak a shumë unë e kam kërkuar, unë s'kam 2 vjet që e kërkoj. Pa ja thamë nuk futim njeri, jo po atëre futëm se ndërkohë sa e bashu. Dhe ndërkohë dhe këta asistencën më aprevën për arsye pse u martova unë që ti more një burrim edhe nuk ke nevojë. Mirë, e dashur Basria, unë të premtoj që do gjej mënyrën për të lidhur me këtë drejtoresh që drejton pikërisht atë qendër aty në fshatin tuaj, që ti të fillosh punë. Ta uroj këtë gjë, të fillosh punë sepse e ke të nevojshme të kesh një vend pune, ke 2 fëmijë për të rritur, të uroj shumë fat, të uroj të jesh një nënë e lumtur, një bashorte e lumtur. Më vjen keq për gjithë atë histori që rrëfeve ditën e sotme, gjithë vuajtjet që ke kaluar, por qofsh nëna me lumtur, të uroj më të mirat. Nuk e di. Shpresoj unë qefi me ata që do bëj një vend pune, se kam 2 çupa për të rritur, nëse do rriten, do kërkojnë akoma më shumë. Dhe ku jemi, ne jemi shumë larg. Se do më kanë ofruar për shembull edhe banesë në Poradec, për shembull në qytet, po ajo që do rrish veçara nuk e përballoj. Unë e shoh që se përballoj dot këtu ku jam që ka shtëpinë time. Jo me qëra që kosto është më e lartë. Të përqafoj dhe të përshëndes nga Tirana. Mirupafshim. Faleminderit. Mirupafshim, gjithë mirat. Mirë të dashur miqë, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram, në TikTok, në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar, ku çdo paradite live ora 10 jam këtu në YouTube me ju. Faleminderit që më mbështesni dhe më ndiqni. Takojmë nesër këtu në YouTube.